Kandidatët për deputet të Partisë Demokratike në Rreth vijojnë takimet e tyre me qytetarë, fermerë dhe biznese të ndryshme. Gjatë takimeve në qarkun e Fierit, drejtuesi politik i PD-s në këtë qark, Gazmend Bardhi, është ndalur në qytetin e Divjakës, ku është shprehur se bujqësia dhe fermerët do të jenë prioritet i qeverisë së Partisë Demokratike. Kjo, sepse s'pari një herë fshati po shuhet, styti fermerët realisht janë duke menduar nëse ja vlen apo jo ta vazhdojnë në punën e tyre, apo duhet mbyllin serat e gjithçka kanë derë djerës deri më sot dhe të marrin rrugën, edhe pse mund mos jenë në moshë për të emigruar, marrin rrugën për emigrim, por dhe me një fakt që është fatkeqësi për sidomos zonat bujqësore, sidomos zonat rurale, që ka të bëjë me shpopullimin dhe me largimin e të rinjve. Shkodra dhe Shqipëria kanë një mision të veçantë në 11 maj për të përballur me shkaktarët e vërtet të rënimit të ekonomisë dhe shpopullimit të vendit e për t'i dhënë fitoren Partisë Demokratike. Kështu shpreh kandidati për deputet Bars Fahia gjatë takimit me banorë të një prej grup seksioneve të rajonit 3 në qytetin e Shkodrës. Na është bë thirrje për një reagim qytetar duke konsideruar si mision të veçantë përballjen me shkaktarët e vërtet të rënimit të ekonomisë tonë dhe të shumë aspekteve tjera të jetës shoqërore, jo vetëm Shkodrës, po të marrë Shqipërisë nga një qeveri krejtësisht e papërgjegjshme. Ndërkohë, drejtuesi politik i qarkut të Vlorës, Bore Leskaj, ka zhvilluar një takim me banorët e zonës së Kalas në Vlorë, ku ka bashkëbiseduar me banorët për problematikat e zonës, ekonominë e rënuar këto 12 vite, mungesën e shpresës dhe perspektivës, papunësinë dhe emigrimin masiv të rinjve. Ato që ne i quajmë oligarkët apo sektiramat, e ka larguar totalisht vëmendjen nga individi, nga qytetari. Dhe pikërisht këtë gjë bën programi ynë, vendos në qendër të tij qytetarin, fermerin, biznesin e vogël, biznesin e mesëm, vendos familjet tona, vendos ato politika sociale që janë neglizhuar në këto 12 vite dhe kanë bërë atë disproporcion të thellë që është në Shqipëri. Në rast se ne në 100 ditë e para nuk do t'i realizojmë këto propozime bazë, atëherë të largohemi nga pushteti. I deleguar e politik i Partisë Demokratike në qarkun e Beratit, Eno Bozdo ka akuzuar Partinë Socialiste se ka vendosur si kryetar fushate në Poliçan, një person që ka zhdukur 54 ton lënë të parë nga uzina Poliçanit. Sipas Bozdos, Ergjon Zuluftari duhet të jap llogari për këtë vjedhje, por dhe për dënimin që ka marrë në shtetin grek. Sipas për llogaritjeve të kontrollit lartë të shtetit, vlera totale e dëmit financiar të shkaktuar me pak fjalë vjedhjes është të paktën 250 milion lekë. Për këtë skandal, sipas vetë KLSH-s, përgjegjës kryesor është ish drejtori i uzinës mekanike Ergjon Zuluftari, sot drejtues i Partisë Socialiste në Poliçan. Vjedhja e materialeve është tashmë e faktuar pikërisht në kohën kur Ergjon Zuluftari ishte drejtor i kësaj uzine. Ndryshimi po vjen. Ne do të pastrojmë shtëpinë tonë nga të korruptuarit, kriminalët dhe hajdutët e parave të shqiptarëve. Edhe kryetari i PD-s në Kukës, Raman Demaj, bashkë me banorët e fshatit Mamës, denoncuan pabërgjeshmërinë e bashkisë për situatën e krijuar nga akumulimi i një sasie të konsiderueshme mbetjesh në zonën e tyre. Bashkia Kukës e ka detyrim pastrimin e këtyre mbeturinave, pasi vend depozitimi këtyre mbeturinave është vetëm pak kilometra pikërisht në fshatin Miqmamës. Për mungesën e 4 apo 5 kosha që mund të vendosen në qendër të këtij fshati dhe të transportohen nga Bashkia Kukës në vend depozitimin e caktuar të këtij fshati, gjej rastin këtu, t'i them kryetarit bashkisë, mirë rrugën që nuk e bëni dot, që e premtoni ka 12 vite që nuk e bëni. Këto plerat nuk i pastroni dot. Gjatë takimeve me qytetarët, kandidatët e Partisë Demokratike në Rreth u bën thirrje qytetarëve që të votojnë numër 1, duke premtuar atyre më shumë mirëqenie dhe rikthimin e të rinjve në vendindje.